me një adhurim shumë të madh, i cili tash verës vjen edhe na imponohet. Ajo është kujdesi për lidhjet farefisnore. Deshtëm na apo nuk deshtëm, të gjithë familjet tona kemi diken në gurbet. Dhe vinë pesh pushimet verore, edhe na kthehen vllazlit ton, na kthehen kushërit e ton, na kthehen tezakt e ton, na kthehen miqtë e ton, na kthehen dashamirët e ton, edhe vinë tu në vendin e tyre. E kjo punë i ka dy anë. Ana e parë është mikpritja e përzemërt e atyre vllaznive ton që vinë nga gurbeti, që të kalojnë disa qaste, disa ditë me familjarët e tyre të ngushtë. Mirë se na vinë për herë dhe mirë na arshin për herë. Janë duke ardhur në shtëpinë e vet, janë duke ardhur në vatanin e vet. Edhe çdo herë duhet të ndihen si në shtëpinë e vet dhe ta shijojnë ngrohtësinë e vatanit të vet. Asnjëherë ata nuk duhet të ndihen si të huaj në këtë vend që ndoshta s'ka lind ai vet, po i ka lind baba i vet. Sepse na kemi tani edhe brezin e tretë, e të katërt fëmijëve tonë që kanë lind gurbet. Megjithatë, gjithë ata që janë bijtë e këtyre vllaznive tonë, kushërinëve tonë, janë bijtë tonë. Edhe kemi dëshirë, edhe duhet të punojmë që kur të kthehen ata këtu ta ndinë ngrohtësinë e mikpritjes tonë. Këtë e kemi borxh, këtë e kemi detyrë. Kujdesi për lidhjet farefisnore o vllazni i jep shije jetës familjare, i jep shije jetës shoqërore, të shkëputur, të shpërndar, kur askush nuk e çan kokën për askënd, kur askujt nuk e intereson për askënd, nuk ka lezet ajo jetë o vllazni. Fetarisht, ne kemi borxh të kujdesin për lidhjen farefisnore. Andaj në jetin e lartë përmendur, Allahu dhu gjelahet, wattakullah, alladhi tasaaluna bihi, war arham, keni frikë Zotin, në emën të cilit ju kërkoni, dhe keni frikë lidhjet farefisnore dhe kujdesuni për to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush kujdeset për lidhjet farefisnore, kush i lidh ato, Allahu e lidh me rahmetin e tij. Kush i shkput ato, Allahu e shkput nga rahmeti i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jepi müjde për jetë të gjatë dhe bereqet në jetë atij që kujdeset për lidhjet farefisnore. Adhurimi i madh. Nëse Allahu dhu xhelal don me dënu një popull, fillon ai popull me i shkëput lidhjet familjare mes vete. Është ndeshkim nga Allahu dhu xhelal momenti kur na e harrojmë njëri tjetrin dhe largohemi prej njëri tjetrit. Andaj Allahu dhu xhelal në ajetin kuranor çka thot? Fal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum. Nëse ju ja ktheni shpinën udhëzimit të Zotit, atër do bëni fesad në tokë dhe do i shkëputni lidhjet farefisnore. Andaj shkëputja lidhjeve farefisnore është ndëshkim. Edhe është e vërtetë o vllazni, gjithë na që kemi mri jetën e vjetër, na merr malli për ato atmosfera, për atë afërsi, për atë zemërgjërsi, për atë muhabet, për atë dashni, për atë respekt, për atë kujdes. E sot, shumë gjëra për këtyre mungojnë. Dikush mendon se mundet mu kompenzu me rrjetet sociale. Jo. Rrjetet sociale fatkesisht në vend se të na ndihmojnë, ato edhe ma shumë na larguan. Edhe dami prej tyre u bo ma i madh se dobija prej tyre. E dikush ka mundësi me thonë hoxh, janë trende globale, është vështirë me i ndalë. E jona si musliman, e jona si hoxhallar, është me këshillu. Edhe me tregu se këto trende globale nuk kanë qëllime të mira, edhe nuk kanë funde të mira. Ne si musliman e kemi Kur'anin dhe kemi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi islamin,
udhërëfyjes në jetën tonë. Nuk ka jetë më të mirë, majnë e men, nuk ka jetë më të mirë se sa me islam. Bota që në 200 vjetë është e provu pa islam. Rafsh 100 vjetë pa khilafet islamik, po edhe 100 vjetë ku janë konë muslimanët e dobët, s'kan pas dominancë në botë, 200 vjetë janë të jetu pa islam. Mos janë më të lumtur, mos janë më të kënaqur. Ata kanë arrit zhvillim teknologjik, kanë arrit zhvillim shkencor, kanë arrit zhvillim ekonomik, kanë arrit zhvillim ushtarak, po, edhe na këtu e kejti shohim, ama a kanë zhvillim moral? Nuk kanë. A kanë kënaqësi shpirtërore? Nuk kanë. A kanë lumturi në jetën e tyre? Nuk kanë. A kanë mirëqenje? Nuk kanë. Edhe andaj, vuajtje që i kanë ata, nuk kena nevoj na o vllazni të konë me islam, edhe të e pas islamin me elon, e me i marë ato të atymve, të e pas se ajo atymve në fund i qonë vetë vrasje. Andaj, të ruajmë njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin, të mos të lejoj video të ndryshme në përjetet sociale, të fillojnë të tallemi dhe të bullizojmë njëri tjetrin, sepse fëmijët e tanë që vinë nga gurbeti ndoshta nuk e dinë gjuhën shqipe bashmir, e të desh me fole e bëjnë ndonjë lapsus, e bëjnë ndonjë gabim, e fëmijët e tanë tjerë t'i vërthurin atij, edhe ai ngelet i shashtrisur, i habitur, duke mos e ditë si cilën të rrethona. Përkundrazi, merre me të mirë, afroje, edhe fëmijët e tanë duhet të tregojnë kujdes të jashtëzakonshëm për ta, që ja mësojnë edhe gjuhën shqipe dal nga dal, edhe të folin me ta shqip, s'ka nevojë fëmijët e tonë me fol me ta anglisht, e as frëngjisht, e as gjermanisht, por le të folin ata shqip si fëmijët e tonë, edhe le të jetë pushimi veror i familjarëve tonë nga gurbeti, një kurs intenziv i gjuhës shqipe, që kur dali kur kthehen nga pushimi veror në vendet ku jetojnë, t'i kenë mësuar edhe disa fjalë të gjuhës shqipe, edhe ta folin edhe më mirë gjuhën tonë anëtare.